Kodra pranë shkollës tregtare në qytetin e Vlorës vijon të mbetet një nga pikat më problematike për sa i përket ndotjes mjedisore dhe mungesës së kujdesit qytetar. Prej kohësh, ky territor është ndërruar në një grumbullim të pakontrolluar mbeturinash urbane, duke krijuar një panorama s'pak të hishme dhe shqetësuese për banorët, por edhe për vizitorët që hynë në qytet. Çdo ditë, qytetarët papërgjegjshëm hedhin mbetje të ndryshme, që nga qeset plastike, mbetjet ushqimore, materiale ndërtimi e deri tek objektet të vjetra shtëpiake. Si pasojë, Kodra është kthyer në një vend depozitimi informal, duke rrezikuar seriozisht mjedisin përreth, shëndetin publik dhe imazhin e qytetit. Kjo zonë është një nga pamjet e para që të bie në sy sapo hyn në Vlorë përgjatë Bregdetit, çka e bën situatën edhe më problematike. Në vend që të shërbej si një hapësirë e gjelbër ose panoramike, ajo përballet me ndotje të vazhdueshme, era të pakëndshme dhe përhapje të mbetjeve nga era, sidomos gjatë ditëve me kushte atmosferike të paqëndrueshme. Banorët e zonës shprehen të shqetësuar për situatën, duke theksuar se ndotja jo vetëm që dëmton pamjen e qytetit, por përbën edhe rrezik për shëndetin, veçanërisht për fëmijët dhe të moshuarit. Ata kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përkatëse dhe masa konkrete ndaj ndotësve. Ja, ta ndem tani edhin. Sa do që folët televizori, kur ishte një grua atje, fiu e hodhi, tha shumë pani të shikohe. Këte i thonë që i hoqën mbeturinat e po i hedhin prapa. Ta ndesë, në sedhim se ne kemi këtej. Është mbushur goxha. Mbushur plot, që di bësh, i hedhin atje, nuk vjen te koshi, po i hedhin atje. Ka kosh aty ku ndeni? Po ka kosh, si s'ka kosh. Ka janë dy kosh andej. Po si hedhin kosh, i hedhin aty. Ajo po mbushet edhe më shumë duke u krijuar probleme. Po. Edhe televizori që i hoqëm njerë, kur shikosh ti ne kaluan me burin këtu, shkojnë atë grupë fiu e hodhi, ja e theshën, shikon? Ata i hedhin ande, jo neve jemi këtu, të palati këtu. Është edhe një zonë që është turistike apo jo? Po është, si këte dhe andej, po që të bësh, e që i hedhin? Është imazha, është pamja kur kalon? Po jo, që të bësh, ate kanë ata në dorë, ata andej. Duhet e pak në gjithë. Ata kanë më kollaj dhe fiu i hidhë, ate kur i thonë. Qytetarët duhet të ndërgjegjësohen për rëndësinë e mbrojtjes së ambienteve të përbashkëta dhe territorit ku jetojnë. Hedhja e mbeturinave në mënyrë të pakontrolluar përbën një dëm serioz për mjedisin dhe për cilësinë e jetës. Në këto kushte, ndërmarrja e pastrimit duhet të fokusohet në pastrimin e kësaj kodre dhe në mirëmbajtjen e saj të vazhdueshme. Njëkohësisht, institucionet përkatëse duhet të evidentojnë dhe ndëshkojnë ndotësit për të parandaluar përsëritjen e këtij fenomeni. Bashkia dhe strukturat përgjegjëse për pastrimin urban ftohen të marrin masa konkrete dhe të qëndrueshme, duke kthyer këtë hapësirë në një zonë të mirëmbajtur, në shërbim të komunitetit dhe imazhit të qytetit turistik të Vlorës. Situata në Kodrën e shkollës tregtare është një shembull i qartë se ndotja nuk është vetëm çështje infrastrukture, por mbi të gjitha, çështje kulture dhe përgjegjësie qytetare. Pa bashkëpunimin e të gjithëve, problematika të tilla do të vijojnë të mbeten plagë të hapura për qytetin.